Mësuesit mbeten faktori më i rëndësishëm në cilësinë e arsimit dhe në zhvillimin e brezave të rinj, në një kohë kur teknologjia, inteligjenca artificiale dhe ndryshimet sociale po transformojnë mënyrën se si mësojnë sot nxënësit. Roli i mësuesit është bërë edhe më kompleks dhe më i rëndësishëm se kurrë. Mësuesi tipik në Shqipëri vlerësohet në rreth 43 vjeç në shumicën e rasteve grua dhe me një përvojë të konsiderueshme në sistemin arsimor. Kjo është panorama që del nga analiza e Scanintel nisur nga rezultatet e sondazhit ndërkombëtar TALIS të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik OECD, një nga studimet më të mëdha globale që analizon profilin dhe kushtet e punës së mësuesve. Sipas raportit për Shqipërinë, mosha mesatare e mësuesve është 43 vjeç, pak më e ulët se mesatarja e vendeve të OECD, e cila vlerësohet në rreth 45 vjeç. Rreth 32% e mësuesve janë mbi 50 vjeç, ndërsa vetëm 9% janë nën 30 vjeç, çka tregon se sistemi arsimor mbetet kryesisht një brez mësuesish me përvojë. Profesionin e mësuesit në Shqipëri e dominojnë gratë. Sipas sondazhit, 75% e mësuesve janë gra, një përqindje më e lartë se mesatarja e vendeve të OECD-s, ku gratë përbëjnë rreth 70% të stafit mësimor. Raporti tregon gjithashtu se në Shqipëri profesioni i mësuesit vazhdon të jetë një zgjedhje e qëndrueshme për shumë profesionistë. Vetëm 2% e mësuesve kanë hyrë në profesion si karrierë dytë, ndërsa pjesa dërmuese kanë zgjedhur arsimin si profesionin e tyre kryesor. Në të njëjtën kohë, 85% e mësuesve të rinj deklarojnë se mësuesia ishte zgjedhja e tyre e parë profesionale, një përqindje dukshëm më e lartë se mesatarja e OECD-s. Raporti tregon gjithashtu se përdorimi i teknologjisë po bëhet gjithmonë më i pranishëm në procesin e mësimdhënies. Në Shqipëri, 52% e mësuesve deklarojnë se kanë përdorur inteligjencën artificiale në punën e tyre gjatë gjithë vitit. Sipas të dhënave të TALIS, sistemi arsimor shqiptar karakterizohet edhe nga një nivel i lartë stabiliteti në punë, me 87% të mësuesve të cilët kanë kontratë të përhershme, ndërsa vetëm 4% punojnë me kohë të pjesshme. Megjithatë, ndërsa shumica e mësuesve janë të kënaqur me kushtet e punës, vetëm 36% shprehen të kënaqur me pagën, një tregues që mbetet sfidë edhe në shumë sisteme arsimore të tjera.